You are Mujahideen? Yes. What is the meaning of Mujahideen? I cannot explain for you. Sabire është një ndër mujahedinët iranian të sjellë në Shqipëri sipas një marrëveshjeje ndërshtetërore me Washingtonin për arsye humanitare që u siguron atyre strehimin. Do you know Mullah's regime? Yes, I know. A e njihni regjimin e mullave? A e njihni? Për shkak të rrezikimit të jetës, ajo si gjithë të tjerët përpiqen të shmangen filmimeve për të ruajtur identitetin, ndërsa luten të mos nxirret asnjë dhëm për vendin ku jetojnë. I am against fundamentalists in Iran and for me it's very dangerous. Jam kundër fundamentalizmit në Iran dhe për mua ishte shumë e rrezikshme të jetoja atje, sepse qeveria iraniane ekzekutoi shumë nga miqtë e mi. Unë nuk mund të kthehem në Iran sepse aty ka diktaturë. Kam qenë mësuese në Iran. Nëse do të jetoja atje do të më arrestonte regjimi i mullave dhe do të më ekzekutonin, sepse shumë nga miqtë e mi, siç ju thash, janë vrarë. Gruaja e cila përmend shpesh se është një refugjate politike, jeton në periferi të kryeqytetit në një ambient të marrë me qera. Ndërkohë në një zonë tjetër po periferike ne takojmë sërish të mujahedin. Fillimisht ata na presin me çaj, mbasi siç do tradita e vendit të tyre. Por edhe për ta kamera do të thotë ekspozim e përpasoj rrezik. Por ndërsa Amir shfaqet tepër i shqetësuar, shoku i tij Farah pranon të bizetoj, por me një ndryshim. Më së shumti është ai që na pyet se kush jemi dhe çfarë duam. Ju nuk jeni mujahedin? Po, përpara, jo tani. Tani ne jemi ndarë. Përse jeni ndarë? Përse përpara po e tani jo? Dëgjoj, unë nuk dua të intervistohem në televizion. Unë, sikurse edhe Amiri gjithashtu, sepse është shumë e vështirë për ne pasi këtu nuk kemi një situatë ligjore në Shqipëri. E kështu. Legal situation here in Albania. Sorry. Grupi i parë prej 210 mujahedinësh u soll në Shqipëri në vitin 2013. Prej atëherë dërgesat kanë qenë të herpashershme. Në Rinas, përmes Ministrisë së Brendshme, raportohet se nga janari 2015 deri në janar 2016 janë sjellë në Shqipëri 524 mujahedin. Por duket se marrëveshja amerikane për Iranin i ka vendosur të gjithë në një situatë të sikletshme dhe Shqipëria ka ofruar zgjidhje dhe një oazë të përkohshëm paqeje për këtë komunitet tashmë të padëshiruar nga të gjithë.